duam të mbrojmë shëndetin e qytetarëve që janë të ekspozuar nga duhanpirja në mjedise publike. Por gjithashtu, duam të frenojmë dhe duhanpirjen. Dhe ndërkohë, edhe në vendet e zhvilluara, regjimi fiskal i produkteve të duhanit është një nga elementët që ka rezultuar i suksesshëm në frenimin e duhanpirjes. Edhe pse akti në fakt formalisht është akt fiskal, sepse po ndryshojmë ligjin e akcizave respektivisht për pjesën e duhanit, besojmë se frenimi i duhanpirjes do të ketë impakt drejt për drejt në përmirësimin e kujdesit shëndetësor qytetarëve, por dhe impakt po ashtu social dhe ekonomik. Qeveria sot bën një korrigjim të rëndësishëm në regjimin fiskal të biodiezelit. Në studimet që ne kemi bërë, së bashku me partnerët ndërkombëtar, regjimi fiskal aktual, jo vetëm që nuk e ka promovuar energjinë e gjelbër, por ka shërbyer si një grop e zezë për buxhetin e shtetit dhe ka shërbyer gjithashtu si praktik korruptive në vite dhe vite rjesht. Jemi të bindur që korrigjimi i kësaj mase, për sa i përket biodiezelit, do të sjellë konkurrencën e ndershme, një mbështetje reale për energjinë e gjelbër